Përshëndetje. Si sot, 79 vite më parë, në 22 nëntor 1946, u pushkatuan, u ekzekutuan më sakt, 4 intelektual, të cilët ishin Abdyl Shara, Kujtim Beqiri, Vasil Mano dhe bashortja e tij Zyra Mano, kjo e fundit me origjinë kroate. Këta u ekzekutuan, u dënuan dhe u ekzekutuan me pushkatim, sepse me pretendimin se kishin sabotuar përtharjen e kënetës së Maliqit. Të tre këta zotrit ishin intelektual, ishin inxhinier dhe specialist në profesionin e tyre, pasi kishin përfunduar studimet në vendet në pendim. U pushkatuan, në sytë ju bë gjyqi në sytë të banorëve të Maliqit dhe u pushkatuan po përsëri në prani të banorëve të Maliqit. Ishte një ekzekutim padyshim barbar, sepse Zyra Mano në kohën e ekzekutimit të pushkatimit të saj ishte shtatzën. Ishte vetëm 27 vjeçe. Krimet e komunistëve shqiptar janë krime monstruoze, miq. Janë krime që sot këta kërkojnë t'i fshehin. Janë krime të cilët po bëjnë të pamundur me propagandën e tyre që t'i fshehin. Problemi është që dhe sot, pas 35 vitesh demokraci, asnjë mas nuk është marrë për dënimin e krimeve të komunizmit. Të paktën krime të dënoheshin me një rezolut parlamenti, të bëheshin ligje në parlament, dhe ku propaganda komuniste e cila për hir të së vërtetës vazhdon ende sot në mënyra të ndryshme, po deshet dhe nëpër filma, është prezente. Unë duhet të ndaj me ju një lajm të mirë që ka ardhur nga Parlamenti i Republikës Çeke, i cili ka vendosur që propaganda komuniste të barazohet me propagandën naziste, dhe në Çeki do dënohen të gjithë ata që do propagandojnë komunizmin. Do dënohen me dënim deri në 5 vite burgim. Dhe kjo, nisëm e deputetëve të Parlamentit Çek, është një nisëm e një kombi i cili kërkon të dënoj krimet e së shkuarës, por i paraprin që këto krime mos ekzistojnë më në të ardhmen, që do të thotë propaganda komuniste në Çeki është e ndaluar. Jo më larg se 3 vite më parë, Parlamenti Evropian votoi që propaganda komuniste të jetë e njëjtë me propagandën fashiste dhe naziste. Në Shqipëri nuk është bërë asgjë, asnjë mas nuk është marrë që të ndalohen me ligj propaganda komuniste. Turp për faqe zezë, të këtij parlamenti sharlatanësh, të parlamentit pa aftësh dhe një parlamenti ignorantësh, me një delirant në krye, i cili hiqet si pendimor, por në fakt nuk ka votuar asnjë nga 2 rezolutat që ka detyruar, që ka urdhëruar Parlamenti Evropian që të votohen. Dhe kështu që Shqipëria është vetmi dhe unikal vend në botë i dal nga komunizmi që nuk ka dënuar akoma krimet e komunizmit. Unë do ta mbyll me një thënie të mikut tim Visazhiti, kur thotë se isha në një takim bashkë me zotin Maxwell, të ndirë Maxwell, në Poloni, ku diskutonin, ishin mbledhur intelektualët dhe po diskutonin se si ata po luftonin komunizmin për mos të ardhur më dhe mos u shfaqur më në asnjë formë në vendet e tyre. Dhe secili jepte një mendim, thotë zoti Zhiti. Kur erdhi radha delegacioni shqiptar, ne nuk u ndjem, tham, nuk po flasim sepse tek ne komunizmi nuk ka ikur, nuk ka rënë kurrë. Dhe kështu që po e mbyll me këtë thënie të Visazhitit. Në Shqipëri komunizmi nuk ka rënë kurrë. Vetëm sa janë ndërruar
brezat, dëshuar brezat. Nga gjyshi të djali dhe nga djali të nipi. Kaq. Nga Spiro Koleka të nipi, nga Kristaq Rama të djali dhe të gjithë me radhë biron politike e kemi aty. Mirupafshim.